Mirëmbrëma, dëgjojeni pak këtë. Një sinjal misterios vjen nga hapësira, por nuk flitet shumë dhe pyetja është pse. Një sinjal që përsëritet një herë në 44 minuta. Po, dhe nuk është vetëm një herë, por ka qenë në vitin 2022. Ndiqeni me kujdes. Kush është rastësisht si gjithmonë bëjeni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Atëre, ky lloj sinjali që është një sinjal radioje vjen një në 44 minuta nga një largësi rreth 15.000 vjet dritë. E di që kush nga ju do thotë tani që është shumë, ç'lidhje ka? Ne nuk njohim këtu për rreth nesh, dakord. Por dëgjojeni me kujdes. Është zbuluar nga ASCAP, që është një teleskop australian, është zbuluar në vitin 2022, si që thash, por u bëj ditur tani sepse ka më intensitet. Dhe problemi është që nuk e kuptojmë se çfarë sinjali është, sepse të marrësh një sinjal nga hapësira në çdo 44 minuta është absurde. Askush nuk di ta shpjegoj. Asnjë. Ndoshta dikush nga ju do thotë ne nuk njohim këtu për rreth nesh botën, merreni mend tani një yll që mund të pulsoj pra nga një vend kaq larg. Por ka një problem. Nuk është një pulsar. Absolutisht jo. As një neutron. Per një fjalë, nuk ka lidhje fare me çfarë kemi vëzhguar deri tani. Pra yjet e vëzhguara ose planetet e vëzhguara deri tani. Jo. Por ka diçka të mistershme. Dikush pretendon që mund të jetë një sinjal emitimi, pra këto janë thashë theme, por ne do ta themi këtë, një sinjal emitimi që është një lloj kodi, një kod për të marrë disa të dhëna. Dhe po mundohen tani që të kuptojnë se çfarë është, sepse nuk është pulsar, siç ju thash, sepse pulsarët zakonisht janë, me fjalë, ky ka një metod i quajtur magneter, një gjë e tillë, dhe është një metod specifike që i ngjason, por nuk është as ky. Pra nuk është një objekt i njohur deri tani siç njohim objektet e tjera. Dhe ka dhe diçka që duaja të thoshja. Pse pikërisht tani pra bëhet i ditur, bëhet kaq publike, pikërisht tani pra që kaloi 3i Atlas, sipas jush. Sepse unë në vend që të mendoja vetëm tani, sepse me ju jam tani. Jam këtu duke isha u lava, u përgatita, si thash jemi me pushime, dhe në vend që të pija një kafe, sepse nuk pi dot tani kafen, thash po flisja me ju. Kjo është kafeja, këtu është televizori, dhe unë në vend që teksa po lexoja, në vend që të flisja me veten, thash doja që ta ndaja me ju. Dhe pyetja është pyetje serioze, e ndonse është pak si me shaka, pra edhe bisedën si po e bëjmë. Si është e mundur që pikërisht tani, në një periudhë vërtet delikate, 3i Atlas apo ky pulsar etj, që e thon publikisht me fjalë që ka diçka që nuk shkon. Tani ka diçka që nuk shkon. Unë doja të flisja për një argument që i lidh të gjitha këto, sipas mendimit tim, pastaj doja ta diskutoja me ju. Atëre, për sa i përket 3i Atlas, e kisha thënë që në fillim, përpara se të fliste Avi Loeb, mos e mbani mend ai fizikanti, që thoshte që unë për mendimin tim është një objekt i krijuar, pra artificial, nuk është një komet, e pa ta thënë që në qoftë se do të ishte një mjet, me fjalë një mjet i inteligjencës më të zhvilluar se njeriu, nuk kishte pse të bënte kaq kilometra. Apo jo, në qoftë se keni parë videon. S'ka nevojë të bëj kaq kilometra, sepse në qoftë se janë kaq të zhvilluar, ata nuk lëvizin si lëvizim ne, me shpejtësinë e mjeteve që kemi. Por ata lëvizin në shpejtësi të tjera, në bazë të disa të dhënave të disa njerëzve që thonë që kanë parë disa qenie apo disa objekte të pa identifikuara, këto objektet shfaqen ose zhduken
në dimensione. Çdo të thotë kjo. Doja ta thosha këtë sepse lidhet tash fort me artikullin që lexova para pak minutash. Pra, me këtë ASCAP. Dhe po thosha, ky J1832, pra ky pulsar, ose ky lloj sinjali që vjen nga 15.000 vite dritë, ne habitemi sepse nuk dim ta shpjegojmë, ne nuk njohim sistemin ton diellor, nuk kemi shkuar te orbitës, kështu që si mund të njohim të dhënat e një objekti ose të një sinjali që vjen nga hapësira. Doja ta lidhja këtë me jo vetëm me objektin 3 Atlas, por edhe me këtë aktualin, tani që po flasim, sepse unë mendoj që është një situatë që jam i bindur për këtë, është një situatë vërtet delikate në planetin Tokë, por jo vetëm në planetin Tokë, por në të gjithë galaksinë, ndoshta edhe në të gjithë universin. Ndryshime të mëdha po bëhen. Dhe siç e kemi thënë, viti 2030 po vjen, por s'është viti 2030 ai që do të bëjë zhvillimin. Pas viti 2030 duhet të arrijë një zhvillim kolosal deri në vitin 2050. Dhe ata që do gëzojnë do jenë ata pas vitit 2050. Por do ketë probleme të mëdha, qoftë fizike, por edhe psiqike të njerëzve, sepse ky shënon zhvillimin. Dhe po i thoshja që nuk ka nevojë ata të bëjnë kilometra të tëra nga një, siç e bëjmë ne, që të lëvizin, ata lëvizin nëpërmjet dimensione, të paktën kështu thonë disa njerëz që janë në kontakte me disa specie ose kanë parë shfaqjen e disa specieve nga hiçi. Bile do t'ju them, një nga këta që e kam mbajtur si nga më të rëndësishmit nga këta njerëz që thonë që janë në kontakte me forma të tjera jete, është një profesor. Dhe ky profesori thotë që është italian, thotë që i bëjnë vizitë. Pra, i bëjnë vizitë disa herë, ky nuk ka dashur që të lviz. Me fjalë, i kanë thënë që e di që kush nga ju do buzëqeshi, po ju dëgjojeni. Këto se çfarë thot profesori. Profesori nuk kërkon të bëhet i famshëm, nuk i intereson fare asgjë, ai thot vetëm këtë. Ai thot, unë jam në kontakt të përditshëm, të përhershëm me një formë tjetër jete. Dhe nuk është një kontakt fizik, por është një kontakt psikologjik, pra me anë të mendjes. Ai nëse mbyll syt, pra në momentin që mbyll syt, ai mund t'i shoh ato speciet nëpërmjet një perdeje, si thot ky, që na është krijuar ne për sa i përket senseve tona. Dhe me anë të kësaj perdeje e shikon, pra nëse mbyll syt, ne shikojmë zakonisht nëpër ëndra. Mbyllim syt kur jemi në ëndra dhe shohim disa fenomene të çuditshme. Ndërsa ky profesori thot që në momentin që mbyll syt, mund të jetë edhe kështu, ulur, normal, mbyll syt dhe pasi pastrohet kjo perdja, siç thot ai, sheh këto qenjet dhe komunikon me ta, por komunikon me anë të telepatisë, pra të mendjes. Dhe ai thot që ato nuk kanë nevojë, thot, sepse mund edhe të shfaqen, thot, tu para nesh. Nuk kanë nevojë, thot, që të shfaqen përpara nesh. Sepse ose të bëjnë kilometra të tëra, mund të lëvizin në dimensione sa herë të duan. Pra në sekond, në të qindat e sekondit, mund të shfaqet nga një vend në tjetrin. Në fakt, pikërisht për këtë, mendohet që përreth planetit Tokë mund të ketë objekte ose qenie, pra jashtë orbitës po flas, që njeriu nuk mund t'i shoh, ose nuk mund edhe t'i perceptoj, as me makineri dhe as me shqisat që ka. Në fakt, pretendohet që edhe Nibiru, nëse keni dëgjuar, e kemi folur dhe këtë, edhe Nibiru ka gjasa që shfaqet në përmjet dimensioneve. Pra, është sikur t'ju them unë, nga zeroja, pra gjendet në këtë vend, këtu ku është, vetëm ti që nuk e shikon, dhe shfaqet nga një dimension në tjetrin, por në të njëjtin vend, me pak fjalë. Do t'ju them edhe për këtë, sepse, kështu që ta përfundoj atë bisedë, kështu që nuk kanë nevojë ata të bëjnë kilometra të tëra, siç thot ai Avi Loeb, ai profesori i fizikës, që thot shfaqen thot nga hiçi, thot vin nga kilometra të tëra, thot, për të ardhur në Tokë. Ja, kaloi edhe 3 Atlas, asgjë s'ndodhi.
Dhe pyetja është që pse pikërisht tani insistojnë duke thënë që është edhe një pulsar ose një sinjal që më përpara nuk ishte bërë i famshëm dhe po bëhet tani. Pra, ky sinjali i radioteleskopit i kapur nga radioteleskopit australian. Dhe ASCAP, që quhet, ka kanë quajtur ASCAP J1832, dhe ky sinjal që vjen eksaktësisht në çdo 44 minuta mund të jetë çdo gjë dhe ne nuk mund të kuptojmë, sepse në fakt për ne duket sigurisht një objekt i ri, sepse jo duket, por është një objekt i ri i pa identifikuar, se kështu e kanë cilësuar, sepse nuk dim se çfarë ka, nuk dim as pse këto vibrime. Dhe mund të jetë edhe vërtet një pulsar me vibrime të caktuara. Zakonisht nuk janë kështu vibrimet, por janë herë të ndryshe njëra nga tjetra. Kurse ky ka konstant, pra ky lloj ylli apo pulsari apo objekti që gjendet 15.000 vite dritë larg, është shumë. Dhe po thoshja që sido që tjetë, ne nuk njohim, pra, e aty që po thosha, përreth nesh, nuk njohim këtu, përveç çfarë shohim për ditë, çfarë komunikojmë, çfarë prekim, këto janë pra pikërisht senset tona, deri këtu, nuk kanë më shumë, nuk mund të kenë më shumë. Dhe meqense po e lexoja këtë, se më bëri përshtypje, se thash dreqemori, ne sa kaluam tani 3 Atlas, fillojnë këta tani duke shkruar për sa i përket këtij objektit të ri që emeton çdo 44 minuta këto sinjale të pa identifikuara, sepse kështu e vlerësojnë. Dhe doja të thosha me këtë, duke sikur na mbajnë për të kujtuar diçka ose për të mbajtur në si quhet, të mbajemi në mendime. Njerë për 3 Atlas, pastaj edhe njerë tjetër për këtë, një tjetër për këtë, sepse ndoshta për të mbuluar gjithë këto probleme që ka tani gjithandej në planetin Tokë, dhe shpresojnë që mos të rriten këto probleme, por të mbeten aty ku janë. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni për këtë objektin e ri? Kush nga ju e ka lexuar? E lexuat apo jo? Është objekt, siç u thash, tani e kanë për publik, pra për këta është objekt i ri, dhe mendojnë që duke qenë një sinjal çdo 44 minuta i përhershëm, pra nuk ndalet kurrë që nga viti 2022 mbani mend, mendojnë që mund të jetë një objekt artificial, pra UFO me pak fjalë. Unë ja u them që sot, sepse do ketë mundësi me fjalë që të flasin prapë për këtë, dhe kur të flasin këta prapë për këtë, do bindeni që është kështu si shtem. Jo sepse e mendoj unë është kështu, por këta nuk dinë se çfarë thonë dhe herëherë shfaqin disa lajme të reja për të mbajtur publikun gjallë, ose për të thënë që ne po punojmë. Mendimi im, megjithatë do dëshira një komentin tuaj. Ju çfarë mendimi keni për një argument të tillë, për këtë objektin e pa identifikuar, pra ASCAP J1832 që vazhdon të jap sinjalet, të na japi sinjale, me fjalë që i kapim këto sinjale çdo 44 minuta. Pres. Natën e mirë. Kalofshi bukur.